Hello, hello! Kështu po nis një vlog i ri. Është pas dite, po chillosemi, nuk kemi as edhe një plan. Dhe të jemi sinqert, nuk dua të kemi as një plan. Dua vetëm të rrim, të chillosemi. Njëri shtrir andej, njëra shtrir këtej dhe tjetri që po loz diku aty poshtë. Dhe po shohim Cruz. Këtë është shtunë dhe neve, ku ishim ne Pierre? Aha, qa bëm atje? Vaksinë. Si u tregove ti? Një? Trim. Hero. Shpëtove vetën. O, zoti madh. Kishim vaksinën për të bërë sot edhe kisha shumë stres. Por nuk e shpreva, po shkoj shumë mirë, jam shumë e lumtur. Tani po ikim një vrap te Tegu se Pieri do blej një lodër, se ja premtuam. Edhe kështu. Po të mos kishim pasur vaksinën sot, do kishim një kurande nga Durrësi. Se kemi kohë bashkuar të marrim një çik jodër, Gysi. Kur do na çosh? Së shpejti. Së shpejti kur? Nese? Realiteti në jetu. Apa? Mirëmëngjes. Është e hënë, unë jam bërë gati për t'ju tregoj pak detajet. Njeri me shumë fat, gjithmonë, sepse ideoj një gjë në mendje dhe pastaj kur dal për të kërkuar tek të përdorurat, i gjej dhe gjeta një palmokasin Tots. I ka marrë për, ku diun, as 30 euro. Dhe ndërkohë çmimi këtyre online, po t'i gjesh në përfaqe, varion që nga 700 euro e poshtë dhe varet nga gjendja dhe këto janë në gjendje pothuajse të përkryer. I love them! Dhe veshjen sot e kam bazuar, ja t'ju tregoj. Kur doli koleksioni i Ralph Lauren për vjesht 2026, më kapi syri këtë, shikojeni pak. Dhe u kujtova që kam një xhaketë të ngjashme që e kam bler para shumë vitesh të përdorur. Dhe urdhro. Kravata është nga Nexti. Këmisha është nga Ralph Lauren, e kam bler kur kam qenë në Gjermani, në Momox Fashion. Dhe kështu, si kjo kollare, kam edhe këtë. Po kjo i shkonte më shumë. Edhe çanta që do marr, dhe këtë estetika në Gjermani, edhe kjo është vintage Tots. Dhe u kujtova që e kam, dhe është lëkur, dhe ka këto thumat fix si këpucat, dhe thash, okay, fusim gjërat, edhe dalim. Unë ka marrë, kemi ngrënë bukë, fasule kishim sot, nuk u stërvita, nuk më doli kohë. Jemi përgati dhe po ikim tek shtëpia e vllajt të Gysit, se na kanë ftuar, se ka ditëlindjen njëra nga mbesat e Gysit, i kemi bërë dhe një dhuratë të vockël. Unë po vazhdo të xhiroj në një moment të vogël me telefon dhe ta pasur Pieri kujtime dhe see you later. Bravo! Edhe në qinë. Hello! Nga unë edhe balluket e mia. Di prita të shkoja, u pren diku tek Kaq, ose diku tek Katërgisht. Do t'i prita pak më shumë, por Leda që mi pret tha jo, sepse Kaq duhet të priten. Dhe ato nuk ishin as së djegura, por tani janë akoma dhe më të shëndetshëm dhe janë kështu bouncy. Edhe më bëri ca onde të lehta. Po ai ishte kaq e bukur, dije. Këtë që po vjen pranvera. Do vi pranvera. Ta shohim mirë se si do jetë koha. Në Tirana kishte pothuajse që nga nëntori që vetëm binte shi, gri. Doli dielli dhe ndjeva sikur direkt ndikoi në nivelin e serotoninës edhe thjesht ti hapset mëngjes dhe shikoj të zhvishem, duhet të stërvitem. Sot do bëj 30 minuta ushtrime për gjithë trupin me peshëm, ato peshat e vogla që kam, dje bëra vetëm këmbët, edhe se po lexoj. Do të thënë, jam kështu, gjithkohon me mesazhe këtu që vinë në Instagram dhe unë i lexoj të gjitha dhe ju shkruaj gjithmonë të gjithave në Instagram, se kështu e kemi ndërtuar atë raportin ton, por edhe në YouTube. Do të thënë, në çfarë lloj
platforme unë jam aty për t'ju kthyer përgjigje edhe nëse komentet apo mesazhet janë dashakeq, unë prapë ju kthej përgjigje në mënyrën time. Po që jam aty. Kam lexuar një koment e videoja para kësaj dhe po kur të kemi kohë dhe të ulemi, do ta diskutojmë. Jo, nuk do t'i futem një shumë në të thella, sepse raportet njerëzore janë shumë komplekse dhe unë nuk e kam përjetuar rastin që ka përjetuar vajza te komenti, po do ta lexojmë pasaj dhe do them si e perceptoj tani marrëdhëniet njerëzore, qofshin ato familjare, gjaku, shoqërore dhe çfarë do lloj tjetër. Ngjojmë pak më vonë. Kur ta nuhasin këtë minun, do dashurohesh, do bëhesh të kështu addicted pas aromës së bukës me vanilje. O dashuria ime. Po flinte këtu te karigja se këtu flekjo. Gjatë një prit të gjej atë komentin edhe ta lexoj pak, sepse nuk e mbaj mend fiks, por di që më tërhoqi vëmendjen edhe është një vajzë që më shkruan gjithmonë. Okej. Po mendoja nëse ke dëshirë, nëse mund të diskutosh më tej temën e connection dhe detachment me të vetes tënde në lidhje me njerëzit e tjerë, le të jenë familjar ose miq ose partner në punë. Domethënë, a e kuptojmë çfarë do të thotë të jesh i lidhur, po njëkohësisht shumë i konsoliduar me unin tënd, sa arrin të bësh ndarje nëse është e nevojshme në raport me tjerët, mbase s'di ta shpjegoj. Domethënë, unë e kuptoj. Arrit të të perceptoj. E ndjej si që për shumë në raport me partnerin, motrën, mërzite me ta, e kuptoj. Unë nuk kam pësuar në një humbje të kësaj natyre, por mund ta lidh me përjetimin tim me humbjen e mamit. Atëherë kam qenë 25 vjeçe. Kam qenë shumë larg perceptimit që kam tani. Tani, jo se s'do më dhimbte një lloj, po tani kam kuptuar veten time shumë atëherë kam qenë totalisht në ajër. Kam një shoqe psikologe dhe ajo Anisa ka emrin dhe më ka ndenjur pranë shumë në gjitha momentet e mia më të vështira praktikisht dhe më ka udhëzuar në disa pika kyçe të jetës time dhe me disa fjali në duke shumë të thjeshta, por shumë domethënëse. E gjakut ty nuk të siguron një marrëdhënie të ngushtë ose jo me motrën në këtë rast, sepse marrëdhënia ndërtohet, respekti është reciprok, domethënë është një marrëdhënie merr jep. Realisht unë nuk e di se si do ishte jeta ime nëse do kisha një motër që në mendjen time, por edhe nga eksperienca e shoqeve të mia që kanë motra, që janë shumë të lidhura, që ndajnë çdo gjë, unë nuk e di se si do ishte jeta ime. Domethënë nëse do kisha pasur një motër për gjatë gjithë rrugtimit tim jetësor dhe do saj se do ishte në dukje i njëjtë. Tani, kam ndjekur një ditë një podcast të një personi që besoj të gjitha mbase duhet ta kemi hasur diku në përrjet dhe ai thoshte që nëse jemi disa motra dhe vëllezër, të gjithë kemi pasur versione të ndryshme të prindërve tanë. Edhe nëse jemi 4 motra vëllezër, secili nga ne është rritur nga prindër të ndryshëm. Në thelbin dhe në sensin që, për shembull, unë kam lindur Pierre kur isha 28 vjeçe. Nuk kam ditur absolutisht asgjë. Pierre ka patur 2 prindër me atë eksperiencë të moshës që kemi pasur. Kur të bëhemi prindër për herë të dytë, nëse do bëhemi prindër për herë të dytë, bebi tjetër dhe fëmia i dytë nuk do njofi prindërit që Pierre ka pasur para 6-8 viteve. Eksperienca e bebit të dytë do jetë me prindrit në atë fazë të jetës, me atë mindset të prindërve në atë periudhë që bebi ka lindur. Se mbase e komplikova me fjalë, por është shumë e thjeshtë në thelb. Kam kuptuar te vetja që ne jemi në ndryshim të vazhdueshëm. Për mirë ose për keq jemi në ndryshim të vazhdueshëm. Jo karakterial, se karakteri është i formuar, por në rituale, rite të përditshme, në zakonet tona të përditshme, që mund të na përmirësojnë ose mund ose jo. Kur vjen puna te humbja, secili
Po marr rastin tim. Në biseda që kam bërë me njerëz, me miq që mund të kenë humbur prindër, që mund të ketë qenë ngjashme, të gjithë kanë thënë që përjetimi i fëmijëve është i ndryshëm. Pra, ndryshe mund ta kem përjetuar unë humbjen e mamit, ndryshe mund ta ketë përjetuar vllai im humbjen e mamit. Thënë kjo, te rasti jot që ti ke pasur një miscarriage, dhe nuk e di çfarë moshe ke, por sido që ti, edhe nëse do jesh mosha ime, po në çfarë do lloj moshe qofshim, neve pretendojmë që kur na ndodh një humbje e madhe, një disfat, tjetri të bëhet njësh me ty, me dhimbjen tënde, por nuk ndodh. Unë me këtë gjë bëra paqe shumë herët, sepse më ndihmoi shumë dhe shoqja ime psikologe, por realisht duhet të bëjmë paqe me faktin që askush nuk do t'i përjetoj gjërat siç ti përjeton. As prindri jot nuk do t'i përjetoj humbjen tënde një lloj, as motra, as vllai, sepse çdo njeri në këtë planet është i ndryshëm dhe askush dhe asnjëherë ne nuk do arrijmë ta kuptojmë realisht se përjetimin e tjetrit. Kur them këtë, tani në këtë fazë jete që jam, unë pësoj një detachment. Edhe mua më ndodh, pësoj, por unë nuk mbaj inate. Të kërkoj shumë ndjes nëse do bëj këtë krahasimin, do me thënë nëse unë do isha në vendin tënd, por nëse do më ndodhte dhe do kisha një motër, edhe partnerin of course, dhe do më ndodhte një miscarriage, por në fazën që unë jam goxha e lidhur me brëndësin time dhe arrit të kuptoj shumë gjëra. Do me thënë unë tani dhe nuk mërzitem shumë me njerëzit, sepse nga që ti ke dhe një inteligjencë emocionale, ti kur ndodh diçka, një pakënaqësi me dikë, të ndjehem e lënduar nga ndonjë veprim, tani unë nuk mërzitem në kuptimin që të mllefosem, por tani mendoj, filloj analizoj me veten time që shiko mund ta ketë bërë këtë, se mbase kështu e ka perceptuar, do me thënë filloj mendoj nga ana e tjetrit. E kupton? Por unë e kam arritur këtë gjë. Dhe kjo të ndihmon shumë në raportet. Të mos kesh konflikte me tjetrin, por mbi të gjitha të mos jesh e konfliktuar me veten tënde, sepse nuk ka gjë më të dhimbshme se sa të jesh në konflikt me veten tënde të vazhdueshme. Duhen bërë paqe me dashuria për motrën tënde, për partnerin, është totalisht e padiskutueshme, por është okay që edhe ndonjëherë të ndjesh që nuk je e kuptuar dhe është okay të mos jesh gjithmonë e kuptuar. Është okay, do me thënë, edhe unë ndjej shumë shpesh që partneri im nuk më kupton. Unë marr rastin e partnerit, unë motor nuk kam dhe në jetën time Ergysi është shoku im i ngushtë edhe me atë ndaj çdo hall, nuk e ndaj as me babin, as me vllain, as me një njeri tjetër. Dhe ndonjëherë ndjehem e pa kuptuar, por dhe pastaj them me veten, po është okay sepse ai nuk ka perceptimin tim. Ai po përpiqet, po bën maksimumin, nëse po e bën gjithmonë, dhe them po ai nuk e ka perceptimin tim dhe është okay të mos e kuptoj dhimbje që unë po ndjej për këtë X situate dhe pastaj bëj pak mbrapa, edhe analizoj me veten time dhe thjesht them, shiko, është okay. Secili nga ne ka një perspektivë për jetën dhe për çdo gjë, dhe secili nga ne vepron nga perspektiva. Dhe kur e mendon kështu, dhe ti nëse mund të ndjehesh pak e mënjanuar ose nuk di fix gjën tënde, mbase motra ose partneri jot janë duke përjetuar atë dhimbje, por në formën e tyre, dhe mbase nuk e shprehin në mënyrën që ti e shpreh, dhimbja jote është e jotja. Por dhimbja ka qenë dhe e partnerit tënd, por në formën e vet. Dhe ti është okay të ndjehesh ndonjëherë e keq kuptuar dhe e mos kuptuar. Edhe me motrën. Është okay që edhe ndonjëherë të ndjehesh totalisht e shkëputur dhe të jesh në atë fluckën tënde, sidomos në ditët dhe kohët që jetojmë, që jemi të mbi ngarkuar me informacione të përditshme. Pasin tim duke qenë se me Pierre kaluam një periudhë shumë të vështirë dhe e pash veten në ca momente që nuk do doja ta kisha parë kurrë, kam prioritet që t'jem e qetë, që të rris një fëmijë të qetë, sepse po rrita një fëmijë të qetë, edhe familja jonë do jetë më harmonike dhe në vazhdim dhe ai kur të rritet, do me thënë është një gjë që sjell një tjetër. Dhe unë në këtë moment jetës kam shumë prioritet qetësinë time. Dhe përpiqem që ta ruaj atë. Ndonjëherë ja dal, ndonjëherë nuk ja dal. Jemi njerëz me mishe dhe kocka, po për aq kohë sa intentions are good, do me thënë çdo gjë është e rregulluar. Ja kështu. Pa shumë lajle lujle, po me njerëz, me ndjesi, dhe
me uri se po më hahet tash dhe do t'iki ta ha urgjent. Jam. Peshqirin e ke. Natrin e blu, edhe ujë, dhe ta vlejq. Se shishet I ke haruar atje. Edhe çanta e vojtë të letjerit. Shiko, kam edhe stiq. David. Aha, I kënduat juve happy birthday? Po! Super. E ku është pak kjo? Ato ka I biskot. Pa. Me japësh? Biskot, jo të ëmbla, jo nesër se tani ka Vetëm vajshu. një. Jo, no. Bëra një dush trupit, tapë të dritë këtu, edhe tani është ora 6:30 dhe do hak të pudingu që ka faracia, ka kakao, çokoladë të zezë, kefir, edhe granola duhet ketë. Nga këto inoxet, edhe do të haj tani. Se po më hajt edhe është fiks. O babi, Hala, hajde, si do për të ngrënë. mirë, hajde. Hajde natën, u vjesh mirë, buq. Edhe juve. Bye. Bye. Do bëj pak darkën time dhe di për çfarë më shkoj për bukë me vezë crispy edhe pak prosciutto. Kaq. Nuk dua të ha shumë nga këto sallamrat nga këto mishrat me sallamrat përpunuar, por kur më shkon mendja dhe kam neps. Kështu që do ta bëj tani. Sër është e premte. Juhu. Do ndrojmë çarçafët, do zgjedhim temën e çarçafëve. Nga dashuria. Dashuria. Ju nuk e dini, po unë e kam pasur crush Piro Çarkun për vite me radhë. Dhe kam pasur një pattern, kam pëlqyer gjithmonë shorçunat me syze nerds. Crushët e mi virtual nga këta të famshëm aktorë janë gjithmonë nerds. Nga këta tipa kështu shumë të zgjuar me syze. Nerdi. Edhe kështu reflektohet besoj. Pam pam pam. Got a pocket full of sunshine. I got a love from my love. Po dëgjoja sot podcastin e Hilary Duff, ishte te Call Her Daddy, do t'ju lë linkun. Dhe kush di anglisht dhe sugjeroj ta dëgjoni. Fliste për gjërat e ngjashme me gjërat që fola unë tek filmimet më përpara. Dhe më bëri dhe mua shumë të reflektoj dhe thoshte se sa shumë komunikimi ndihmon në marrëdhënie të çfarëdolloshme, në marrëdhënie me partneri, me familjarët, me motër, vlla, mam, bab. Dhe thoshte se sa e rëndësishëm është komunikimi, por komunikimi në ulërim atë shërbisit e pjerë. Në formën e duhur të tipit nëse ti ke një pak kënaqësi, zakonisht ne kemi atë tendencën të mos dim se si ta themi. Dhe tjetër ndjehet I sulmuar, sepse mbas edhe mënyra se si ne e themi atë pa kënaqësinë apo kur çalon diçka dhe tingëllon si sulm dhe tjetri intimidohet, po duhet ta dëgjoni. Duhet ta dëgjoni sepse është një orë e ca, mbasi të shihni vlogun tim, dhe kush di anglisht dëgjojeni, më pëlqeu. Në këto pikat pakte që prekte raportet, marrëdhëniet, sidomos pastaj kur janë raporte të gjata në kohë dhe se sa vështirë është që ta mbash një marrëdhënie bashkëtorë në këtë rast të shëndetshme, por këtë mbase flasim në një vlog tjetër, nëse do keni interes. Se it's not easy, por bëhet të funksionojë kur janë të dyja palët willing to make this work. Pa u bërë shumë filozofe. Vjera ime ka blerë të gjalpin. Ka
një gjë, këto dyqanet nuk e mbajnë asnjëherë cilësinë e njëjtë. Domethënë është një gjë që unë e shikoj rëndom dhe janë të pakta dyqanet, restorantet, pasticcerit në Tiranë që ruajnë cilësinë prej vitesh, edhe ja, këtë gjalpin e kishte marrë muajin që kaloi dhe ishte shumë më i mirë se sa këtu tani. Dhe unë jam njëri që e dalloj direkt të ndryshimin. Ergysi më thot je si qen kufiri, se dalloj që nga aroma, që nga konsistenca. Dhe nuk është i njëjti me ata të muajit të kaluar të dyqanet. Po ç'a të bëjmë? Haruat ju kalamaja? Haruat? është do buk me ves. Do buk me ves ti? Ja. Ngre buk me kosti? Okej. Ikni shtriuni tash. Po, bijamat i kam lënë te krevati jot, babi do lexosh libër djalit, se unë po gatuaj. Okej? Jo, zoti të Okej, Diana. Okej, Diana. Danana. Danushka. Danushka. Danushka Pieri. Mua të dua. Bye. Natën e mirë. Love you. Ma ti jo, natën e mirë. Natën e mirë. Të dua, gjumë të ëmbël, pa shëndrat bukura me superheronj. Fruta perime. Unë ka fruta perime. Të gjalla të zime, perime dhe fruta, të forta të buta. Ti iro. Hajde, Pierre. E si dua njaja. Gjeni ku është kjo muzika? Gësi gjeje. Te YouTube. Jo, gësë është e një film shqiptar. Na 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 na. Në Shqipëri. Na 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 na. Në Shqipëri. Pila gjy papi gjeje. Gjeje. Ha, është mami pianiste. Po. Taulandi që kërkon dhe një motër. Është shumë i bukur të ta shohim. Hajde, Taulan. Taulandi. Taulan. Tau. Ma ti gjeni. E kishe emrin Ola. Hola. Se mu fiksua më kjo kohë? Keni parasysh dhe se kush i ka para filmat shqiptarët? Asa të bukush janë. Lezim një pak Palo Santo. E shkon një minutë. Jo, ata më bërë zoom. Të bëj pak pastrimin e gjithë shtëpisë, se nuk e kam bërë këtë javë. Njerë në javë dhe lëmë dhe dritare të hapur, që supozoj që energjia e keqe të dalin nga dritarja. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Pieri të si pa Palo Santo. Pas ti mbaroj, e lej këtu. E lej këtu mbi këtë. Shohim ndonjë seri nga Yellowstone me gyse. Më po sa. Mamma mia. I needed this. Kissing goodbye, my lady, and I must part. If my lady leave me, then to love her isn't right. Premte! Bëjmë kafen tonë të mrekullueshme. Kemi bler këtë qa quhet, peshorët e Rosmani, po është shumë e madhe. E na duhet një më e vogël për të peshuar kafen çdo mëngjes. Dhe duhet të gjejmë një të vogël nga këto. Po duhet të ketë, sigurt. Te këto dyqanet që kanë aksesor për shtëpi. Tani është momenti
bërë ndopjo, gjithmonë 16 gram. Edhe nëse pi një tjetër gjatë ditës, sërish do t'jetë 16 gram. Sepse ne jemi të dashuruar me kafen. Po qa shumë. 15, 16. E bën kështu dhe pastaj. Perfekte. Para se ta shqip kafen edhe e pastroj këto, se është shumë e rëndësishme. Ka një gjë në një fazë të jetës që më pëlqejnë gjërat që duan mund për të mbajtur. Nuk më pëlqejnë gjërat se kjo të krijon edhe atë idenë e slow living, të paktën me kaq mundësi sa kemi, që ti ta bësh këtë gjë ngadalë dhe më shumë se sa përfundimi, të shijosh të gjithë këtë procesi. Nga fillimi deri në fund. Mora dhe këtë mikrofoni këtu me mua tani. Por, e di që do bën? Dhe ikim ta pim atje tek beauty room-i, se ka rënë dhe diell këtej. Do me ndonjë film, që ta shem kafe dhe pastaj të bëhemi gati. Shikoni sa dritë ka këtu. Kjo shtëpia ime është e bekuar nga të 4 anët me shumë diell, me shumë dritë të mirë natyrale. Të duam. Sot thash nuk do vendos asnjë gjë në fytyrë, do vendos vetëm krem bëjtës dhe do dalë kështu, do vizhem sportive. Kemi dhe ditën që do ndrojmë çarçafë, por i do ta shihni te vlogu i radhës. Çfarë çarçafësh do kemi? Do t'ju tregoj edhe tek Pieri kësaj radhe kisha një palë me pika. Po ja kombinoj edhe ati që mos ti mërziten. Edhe te ne kështu e bëj. Kësaj radhe ishim pak më të ëmbël, me roz. Faleminderit shumë që e keni ndjekur këtë vlog. Faleminderit për të gjitha komentet. Jeni absolutisht më të mirat. Po bëj këtë zemër si gjeneratat e reja. Ju kam shumë xhan, ju kam shumë për zemër. Jojeni shumë fundjavësh, jojeni e pash që ka dalë dielli edhe për ju që jetoni në Evropën qendrore dhe në Evropën e ftohtë. Shijojeni shumë edhe bashkë do shihemi në vlogun e radhës. Se nëse do mendoni të arsyeshme që mund ta mbështesni këtë kanal me një like, subscribe or something, jeni të lira të bëni çfarë të doni. Unë ju kam xhan dhe bashkë do shihemi te vlogu i radhës. Paqim! Mwah.